Ky emision përmban vendosje të produkteve. Mishtë emisionit Çka ka me hangër, këtë javë do t'jeni bashku me mu, me Vlut Osmani, aktor, edhe bashkëshortja ime Albina Buçaj, aktore njësist. Albina sot është shefja e kuzhinës, ndërsa unë jam në cilësinë e ndihmësit ose argatit. Albina, çka do më përgatitësh? Për pjazën e parë kemi qofte fshati, me cilë na duhen çdo produkte. Mesh i blum, karrota, patlıcan, patatina, hudër, sos domatesh, nëse këto vegeta dhe viparizi. Tregom çka kam bëu unë më së pari tash. Ti mundesh me i gri çto? Mirë, veç me i gri, më do bukur. Okej. Edhe unë po vazhdoj me çdo tjetër. Mirë, atëherë shkojmë. Dhe ditë që zakonisht banes unë e përgatiti, sot kemi rënë dakord që Albina më përgatitse. Vetë sot. Të më thonë, hebim mishin në një enë, i qesim pak biber të zi, veget, normal, në varet çfarë sasi të mishit kemi, edhe këto melmesat i shtojmë sipas dëshirës. Tash, dë thelbin hudër. Po në po i qëroj qështu, që i qëroj edhe në banes, ma thjesht, pa qitë ndras heq. Që kom zonë që tash. Është pjatë që përgatitet shpejt, nuk është që marrë shumë kohë. Dikon 15 minuta deri 20 maksimumi. Bina, unë i shtoj përgatitet. Tash që më bu. Okej, që veç me lanë ashtu. Okej. Bana i kushtet ku me ditë fat kuzhinjerit. Dhe që, qëto lama duhet me prejtë qëto. Okej, a më që prejva gabim shtë? Ska dhe të mirë është. Okej. Është përsoj. Tash, mishin duhet me nxesh shumë, si kur brumin e bukës dhe qysha dhe. Deri sa mbot shumë i nxeshëm. Ashtë interesant që kur kom qenë një prej drejtuesve të emisionit Dreka Shqiptares, bashku me shokun të Armand Balokun, kem pas një përvojë shumë të mirë, po çka është më interesant që Armand himaj ke me në recetat e unë e harrojsha gjithmonë. Gjatë emisionit po, mas ne si përfundoj ke harrojsha. Për shkak se gjithmonë u koncentrojsha me shiju ushqimin, si çfarë shije ka. Domethënë më merr ke koncentrimin për me shiju harrojsha ke çfarë recete ka. Tash i bojmë të shto, dhe më thonë, jo shumë të mëdhaja. Kaq. E shtypim pak. Bina, shkëzoj stone me ndasë shtë? Në 4 pjesë, po? Po, vetë qëraje. A me qëru njerë? Okej. Do më thonë, kur e nxeshim mishin mirë këto, tash nuk kemi nevojë shumë më mundu për me bashkuse. Do më thonë, kapet shumë letë. Marrë formë ma letë kur nxeshet këto nejnë.
Nuk është recetë që është shumë e përhapme këto të ne, sepse e kom mësu prej dikujt që jeton në Austri, kështu që ju kisha propozu me provu, ka shije shumë, shumë të mirë. Kallëzo mu, bile. Çka më të kallëzu ti? Sa mirë në qysh. Me tomatina që me vone? Dhe që hek jo që ato, edhe Okej. qeli, bëni kështu të vogla. Po veç trëmbullak të më thonë. A do mja qik pak vajzë të? Po. Okej. Ta angazhona unë pak. Hajde. A moj zhagin. Shto. A mo këtu s'mi ke vo që Shkoj me një sasi vaj ulliri. Të po, si në i mjetër. Qëta. Nice. Okej. Këto duhet veç pak sa mu laku, jo shumë i lanë. Që këto, do më thonë, letë është, se me njëherë e ndrojnë gjyren, kur veç kanë fillu mu laku. Ta gjeni kjo atësa. Nice. Që është mirë? Nala? Nala? Tash. Qëto e në qofte, jetë qofte kësh, qofte, rëk. Tash me qëtu, i vendosin qëtu, edhe duket bukur, për dekor edhe normal që i jep shije. Në më thënë, qofte di fshati. Ti po tonë që ashtu. Tash duhet më modernizu. Edhe e mbulojmë ose me domatet mëdhaja ose qështu me vogla. Nuk po i përzina kuzhinjerë se është pak rigoroze. S'ka qef me ja mja përzirë sapin. Okej. Tash edhe veç pak kryp edhe pse une e praktikoj ma shumë qështu, me dorë, se ja di masën ma mirë. Kjo është jemë, me thonë, me pas nuk ke kohë të mjaftueshme, mbani shpejt kudo që t'jesh, edhe do me hunger diçka të shpejt, ndoshta jo edhe qaq shpejt, dikun 15 minuta, po ushqim i mirë. 15 deri 20 minuta. Po, veç që normalisht dush me pas mishën ose produkte tjera. Edhe bëhet jashtëzakonisht i mirë. Good job. Good job. Stash më të nësë të vësmin plët Qështu. me bollëk. Veç edhe pak vaj. Kaq. Okej. Tash e ndojmë pak në furr. A është që këtë temperaturë mirë vina? Po. 200, po. Më thënë temperatura 250. Bon. Tash përpresim për pjatën e parë, derisa të pjeket. Inshallah na pëlqen për fund.
Tash ja hedhim sosin e domateve edhe e lojmë edhe pak mrena në furrë. Ço dorën, ço shli. Krejt vjeqa, s'u lo gëgju. Se veç duhet mi aqit krejt. Tash e lojmë edhe pak, të konë për një 5-6 minuta. 5-6 minuta? Okej. Ta shohim. Është e gatshme. Mashallah i koft grus teme. Për para këshim pas tonë. Do ta bini pjatë? Një pjatë, po, që s'tu i pas të një. Ani që s'kom hangër buk hala. Shto. Ata s'të piku pak me dekor me si fetë. Qëtja pak, qëtja. Tani po thojnë qka ka me hangër, qka të kishi, qka dush. Shto. Në tonë që kjo është kjo është po parë, s'ni lu. qofte shati me patlıcan, karot, edhe sos domatesh. Nuk kisha propozu me përgatit në shpe, se me të vërtet është shumë e mirë. E në banesa, ba? Bën edhe në banesë.